Dashi. Gjatë kësaj dite do preferoni të flisni me të vërteta dhe do tregoni atë që ndjeni e mendoni. Ju të dashuruarit do merreni vesh për mrekulli me partnerin tuaj dhe madje mund të bëni edhe plane afatgjata për të ardhmen. Toleranca dhe mirësjellja e partnerit do ju lërë me gojë hapur. Ju beqarët do realizoni plot takime, por asnjëri prej tyre nuk do ju duket aq interesant sa për ta çuar më tej. Në punë, në disa momente mund të nervozoheni sepse gjërat nuk do ecin vaj. Mundohuni të qetësoheni dhe të ruani gjaktotësinë. Buxhetin do ta menaxhoni me kujdes dhe maturi dhe nuk do keni asnjë problem në këtë sektor. Shëndeti, mos e lodhni veten me debate të kota. Stresi mund t'ju konsumojë nëse nuk merrni pak pushim. Këshilla e ditës, folni troç, por gjithmonë me takt. Demi. Pesimizmi do ju pushtoj sot dhe nuk do ndiheni as pak mirë. Për ju të dashuruarit pritet një ditë goxha e vështirë. Shpesh do gjendeni para sfidave të ndërlikuara dhe nuk do dini çfarë hapash të hidhni. Ju beqarët më mirë të prisni edhe pak para se të veproni sepse sot mundësitë nuk janë në anën tuaj. Në punë dita do vijoj me rutinë dhe her pas here nuk do dini çfarë drejtimi t'i jepni gjërave. Reflektoni para se të merrni vendime. Në planin financiar do keni mbështetjen e të afërmve dhe miqve, të cilët nuk do ju lënë në balë. Shëndeti, do ndiheni të lodhur dhe me pak energji. Ushqihuni më rregull dhe shmangni mendimet e errëta. Këshilla e ditës, mos merrni vendime në ndrysminë e emocioneve. Binjakët. Nuk do angazhoheni me asgjë rëndësishme dhe shumicën e kohës do jeni të ngrysur. Ju të dashuruarit do mbylleni në vetvete dhe nuk do dëshironi të flisni me partnerin, çka mund ta përkeqësojë marrëdhënien. Ju beqarët do realizoni një takim të papritur, i cili mund t'u ndryshojë të ardhmen. Në punë mos harroni lajkat që ju janë bërë vetëm për t'ju prishur planet. Sot mos reagoni fort, prisni momentin e duhur. Me buxhetin duhet të jeni më të matur se kur sepse çdo gabim mund t'ju çojë drejt situatave të pakëndshme. Shëndeti, lodhja mendore do jetë e theksuar. Bëni një pushim të vogël dhe mos rrini shumë me mend. Këshilla e ditës, hapuni pak më shumë, heshtja e tepruar krijon keqkuptime. Daforia. Do mbështeteni tek Venusi për të qenë më joshës dhe më të dashur, por gjërat nuk do ecin sipas dëshirës. Për ju të dashuruarit, dita mund të jetë e paqëndrueshme dhe me çaste tensioni. Ju mungon qetësia dhe kjo reflektohet në çift. Ju beqarët do bëni edhe veprime të egzageruara vetëm për të ndryshuar statusin tuaj. Edhe pse mund t'ja dilni, sërish nuk do ndiheni të plotësuar. Në punë shfrytëzojeni ndikimin e Mërkurit për të negociuar një kontratë të re. Buxhetin do ta mbani nën kontroll, por situata nuk është ende tërësisht e stabilizuar. Shëndeti, nervozizmi mund t'ju lodhë. Shmangni konfliktet dhe ulni ritmin. Këshilla e ditës, mos e detyroni veten të bindni të tjerët, mjafton të jeni të sinqert. Luani. Ditë me shumë aksion dhe dinamizëm. Nëse jeni në një lidhje, shfrytëzojeni çdo moment për t'i shprehur partnerit më shumë dashuri. Marrëdhënia do jetë e jashtëzakonshme. Ju beqarët, edhe pse do mundoheni shumë, nuk do arrini ta krijoni takimin që keni ëndërruar. Në punë ka mundësi të merrni frytet e mundit tuaj. Edhe raportet me kolegët dhe shefat do përmirësohen. Buxheti do varet plotësisht nga mënyra juaj e menaxhimit. Nëse shpenzoni kuturu, gjendja financiare do tronditet. Shëndeti, do keni energji të lartë, por mos e teproni me lodhje fizike. Këshilla e ditës, mos e humbni entuziazmin, është forca juaj kryesore. Virgjëresha. Jupiteri do sjell më shumë fat dhe do ju bëjë të shprehës e diplomat. Për ju të dashuruarit, dita do jetë romantike dhe gjithçka mes jush dhe partnerit do ecë më mirë se prisnin. Ju beqarët nuk do mendoni shumë për dashurinë sepse dita është e mbushur me angazhime. Në punë, më e rëndësishmja është të ruani kontrollin e situatës. Zgjidhjet do vinë edhe për problemet më të vështira. Financat nuk janë të këqija, por vigjilenca nuk ju bën dëm.
Shëndeti, mos e neglizhoni sistemin nervor, pushimi I mjaftueshëm do ju bëjë mirë. Këshilla e ditës, diplomacia është arma juaj, përdoreni me mençuri. Peshorja. Gjatë kësaj dite Marsi do ua bëj gjërat më të lehta. Do keni durim dhe guxim për të vepruar. Ju të dashuruarit do jeni gati të bëni edhe sakrifica ekstreme vetëm për të sjellë harmoninë dhe ngjyrat në jetën tuaj. Nëse jeni beqar do keni disa takime ndryshe nga sa I kishit menduar, por që do ju sjellin ndryshime vërtet të mëdha në jetën sentimentale. Në punë do mendoni se rruga që keni ndjekur është e duhura për të arritur qëllimet dhe nuk do I dëgjoni këshillat e kolegëve. Analizojini gjërat me detaje para se të hidhni hapin e fundit. Në planin financiar keni për të pasur surpriza të mrekullueshme që do ua mbushin zemrën me gëzim. Shëndeti, energjia do jetë më e lartë se zakonisht, por kujdes nga lodhjet fizike të tepërta. Mbani ritëm të qëndrueshëm dhe mos e shtrydhni veten më shumë se sa duhet. Këshilla, mos refuzoni mendimet e të tjerëve pa I analizuar, një sugjerim I vogël mund t'ju kursejë gabime të mëdha. Akrepi. Gjatë kësaj dite planetët do ua ndërlikojnë gjithçka. Asgjë nuk do ju ecë mirë dhe do debatoni edhe për disa çështje të së shkuarës. Ju beqarët nuk do arrini të joshni këdo që do pëlqeni, por nuk do kaloni as pak një ditë të keqe. Miqtë dhe të afërmit do ju mbajnë pranë. Në punë do dini t'i bëni gjërat shpejt dhe nuk do mendoni për pasojat nesër. Tregohuni sa më realist dhe këshillohuni me miqtë e besuar. Në planin financiar duhet patjetër ta dyfishoni maturinë në mënyrë që të mos keni probleme. Shëndeti, mos e lini stresin t'ju lodh emocionalisht. Merrni pak kohë vetëm për veten, frymëzohuni dhe shmangni konfliktet. Këshilla, mos reagoni me nxitim. Sot fiton ai që ruan qetësinë dhe mendon 2 herë para se të flasë. Shigjetari. Venusi do ua bëj ditën më pasionante sot. Do kujdeseni për çdo detaj dhe atmosfera do filloj të ngrohet goxha. Nëse keni një lidhje, partneri do jetë më I kuptueshëm me ju dhe do ju toleroj për shumë gjëra. Falësjelljes së tij marrëdhënia në çift do përmirësohet. Ju beqarët do keni më në fund disa takime vendimtare të cilat do ua ndryshojnë jetën përgjithmonë. Në punë do bashkëpunoni me kolegët dhe çdo gjë do e bëni me mirëkuptim. Kjo do jetë gjë e mirë sepse do përparoni goxha. Me financat duhet të bëni pak durim sepse gjendja nuk mund të përmirësohet aq shpejt sa ju do dëshironi. Shëndeti, do ndiheni më të qetë se ditët e kaluara, por shmangni te I kalimin fizik. Kujdes me ushqimet e rënda. Këshilla, qasjani çdo situate me durim. Sot nuk fiton ai që ecën shpejt, por ai që ecën drejt. Bricjapi. Jo çdo gjë është ashtu si duket me shikim të parë dhe këtë do e vërtetoni sot. Për ju të dashuruarit do jetë një ditë rutinë. Në disa momente mund të ndjeni edhe keq nga mënyra se si kanë rrjedhur gjërat dhe do mbylleni në vetvete. Ju beqarët do jeni me shumë fat në dashuri dhe do realizoni një takim mbreslënës. Në punë do keni vullnet dhe motivim të pakrahasueshëm. Pavarësisht se do mundohen t'ju pengojnë, askush nuk do ja dalë dot. Me shpenzimet do jeni të pakujdesshëm dhe situata mund të marrë ta të pjetën. Shëndeti, kujdes me lodhjen mendore. Merrni pak frym, dilni në ajër të pastër dhe relaksohuni her pas here. Këshilla, mos e lini krenarin t'ju izoloj. Ndonjëherë një bisedë e sinqertë zgjidh gjithçka. Ujori. Edhe pse do e nisni me frikë ditën e sotme, asgjë e keqe nuk ka për t'ju ndodhur. Përkundrazi mund të përjetoni edhe emocione të forta. Ju të dashuruarit do kaloni një ditë të mbushur me çaste të lumtura dhe do ju duket sikur jeni në përëndra. Partneri do tregohet aq I përkujdesur për ju saqë do ju habit. Ju beqarët do jeni më të matur me hapat që do hidhni dhe do mendoheni disa herë para se të pranoni ftesa. Në punë do përparoni goxha. Jo vetëm që do I habisni të gjithë, por në disa momente edhe vetë nuk do ju besohet. Ja që çdo gjë është me frymëzim. Për financat Jupiteri do sjell begati dhe vetëm të mira.
Do jeni me shumë fat. Shëndeti, energjia do jetë e bollshme, por mos e shpërdoroni. Ruani ekuilibrin trup-mendje. Këshilla, mos keni frikë të pranoni suksesin tuaj. Sot keni arsye të buzëqeshni. Peshqit. Gjatë kësaj dite do keni ide shumë të sakta për atë çfarë doni të bëni në vazhdim. Vendosmëria do ju bëjë të arrini edhe më shumë. Për ju të dashuruarit do mbizotëroj gjithkohës qëndrueshmëria. Do i harroni të gjitha problemet e së shkuarës dhe do mendoni vetëm si ta bëni të ardhmen sa më të bukur. Ju beqarët do mrekulloheni nga një person që do takoni dhe do bëni të pamundurën për ta joshur. Nuk do jetë e thjeshtë, por as e pamundur. Në punë duhet të përfitoni nga dinamizmi që ju karakterizon për të arritur objektivat. Mos i dëgjoni çfarë do ju thonë kolegët, por ecni ashtu si dini. Financat më në fund do i ekuilibroni dhe do jeni të qetë. Shëndeti, kujdesuni për hidratimin dhe shmangni lodhjet e gjata. Trupi ka nevojë për ritëm të balancuar. Këshilla, ndiqni intuitën. Ajo do jetë udhërrëfyesi më i mirë për vendimet e sotme. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.